Partitë opozitare kanë kërkuar aktivizimin e prokurorisë dhe kthimin e integritetit të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, pas shpërputjes së madhe të votave gjatë rinumërimit të atyre për kandidat brenda subjekteve politike. PDK-ja ka reaguar përmes një komunikate, AK-ja përmes liderit të saj e nga LDK-ja kanë reaguar 2 kandidat për deputet nga rajoni i Prizrenit, të cilëve gjatë rinumërimit u kanë dalë me qindra vota më pak se sa fillimisht. Anton Quni, bazuar në rezultatet e para, ka siguruar ulsen në kuvend, por deri në orët e pasdites të së dielës rinumërimi ka nxjerrë se ka rreth 500 vota më pak vetëm në Prizren. Në reagimin e tij, ai ka kërkuar të zbulohet se pse u zgjodhi emri i tij për këtë skemë kriminale. Përmes këtij operacioni, i cili nuk mund të cilësohet ndryshe vetë se kriminal, më është njollosur personaliteti dhe karriera. Përfshirja e emrit tim në skema të tilla manipuluese është një goditje e rëndë për dinjitetin tim dhe besueshmërinë që kam ndërtuar me vite para elektoratit. Motivin dhe qëllimin e vërtet prapa këtij operacioni kriminal duhet ta vërtetojnë institucionet e drejtësisë. E kandidati tjetër i LDK-s nga Prizreni, Driton Selmanaj, ka shpërputhje edhe më të madhe të votave. Vetëm në vendvotimet në Prizren, gjatë rinumërimit i kanë dalë rreth 1000 vota më pak, bazuar në rezultatet e përditësuara deri në pasditën e së dielës. Unë si kandidat për deputet dhe si kryetar i degës së LDK-s në Prizren distancuem tërësisht nga kushdo që ka marrë guximin të tjetërsoj vullnetin e qytetarëve të komunës unë. Kemi dyshimet tona që ky skenar ka qenë i mirë organizuar dhe ka përfshirë të gjithë kandidatet dhe të gjithë partitë politike për të balancuar dhe shpërndar abuzimin tek të gjithë në mënyrë që të mos identifikohet lehtë si problem. Selmanaj, që nuk ka siguruar mandat deputeti, ka kërkuar rinumërim të plotë të gjitha vendvotimeve në gjithë vendin. Një gjë të tillë e ka kërkuar edhe AK-ja. Procesi i këtyre zgjedhjeve qysh sot është lënduar dhe pas këtyre zgjedhjeve vota duhet rinumëruar 1 për 1. Pa rinumërim të tërësishëm nuk sigurohet integriteti i këtyre zgjedhjeve. E habitshme qysh prokuroria nuk është vënë në lëvizje qysh sot. Demokracia nuk mund të jetë viktim e një grushti hajdutësh. E PDK-ja përmes një komunikate ka thënë se indikacionet për cenim apo manipulim të votës janë të papranueshme. Eliminimi i çdo dyshimi është në interes të kandidatëve, institucioneve dhe qytetarëve. Partia Demokratike e Kosovës i pret konkluzionet zyrtare të organeve përgjegjëse, përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me besim se e vërteta dhe vullneti i qytetarëve do të reflektohen saktë dhe në përputhje me ligjin. Me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vendvotimet në 10 komuna kanë shkuar në rinumërim të plotë, ndërsa në 28 të tjera nga 10% e tyre. Shpërputhjen e votat të kandidatëve janë hasur te të gjitha partitë.